Po ndryshon thirrja juaj nga ajo që bëri zoti Rama në Asamblenë e Partisë Socialiste, ku kërkoi që në datën 21 të mos jenë të majtë dhe opozitarët në shesh, por të jenë të gjithë shqiptarët të cilët mendojnë se gjërat nuk shkojnë mirë. Ju mendoni se Rama bëri thirrje për ta për veshët? Por nuk ka demonstrat për demokraci. Demonstrat ka bërë Xhaxhi Enver në 28 nëntor të 1930. Ky ishte qëndrimi i mbajtur. Dhe aty e pan disa djem ndërsa ai gjuante me grush një policë fashiste kështu me radhë. Po jo, çdo lloj instrumenti politik dhe makinerie politike e cila prodhon protesta apo demonstrat, sado zoti Rama deklaroi që ai nuk do pushtetin, është lëvizje për pushtet. Në radhë parë zoti Rama duhet të dëshmoj që xhepat e tij janë të pastër. Në radhë dytë zoti Rama duhet të dëshmoj që xhepat e Partisë Socialiste janë të pastra. Në radhë tretë zoti Rama duhet shpjegoj atë që është funksionaliteti moral i kësaj opozite që ai ka ndërtuar që e quhen opozita e bashkuar. Vini re është një opozita la Frankenstein. Aty gjeni zotin Ngjela dhe zotin Ndoka që duhet ishin krah për krah me mua tek qendra e djathtë. Por ata sot janë tek Rama. Po. Dhe opozita e bashkuar është bërë opozit hemafrodite, ku herë përdor seksin e majt, herë përdor seksin e djathtë për të bërë politik. Por faktikisht nuk bën politik, por aty është zoti Rama që drejton një tryez, merr vendimet, është Asambleja e Partisë Socialiste që vendos të marrë zvarr të gjithë anëtarët e Partisë Socialiste, pavarësisht thirrjeve që bën, pavarësisht sa i mendon se mund thras qytetarët krahëve të tjerë, qytetarët pak kënaqur kështu me radhë, por struktura dhe mekanizmat politike të Partisë Socialiste që do të prodhojnë demonstratën apo protestën. Dhe aty marrin pjesë edhe 5 kryetarë partish apo shoqatash apo sindikatash, të cilët janë individ të cilët i fton zoti Rama. Nuk ka opozit. Është zoti Rama me 5 burra. Në rast se si do të vepronte një opozit vizionare. Në rast se qytetarët shqiptar do të ndjenin besimin e nevojshëm se lëvizja e tyre do të prodhonte shpresë dhe zgjidhje, që nuk do t'i çonte shqiptarët nga njëri kah negativ drejt një kahu tjetër negativ, nga një makt që po përjetojnë sot drejt një makti që do të përjetojnë nesër. Në rast se qytetarët shqiptarë do të kishin shpresë dhe besim, të jeni të sigurt që nuk do kishin nevojë as për organizimin, as për sezon protestat, as për mbledhjen e Asamblesë Partisë Socialiste dhe as për opozitat e bashkuara të tipit Frankenstein apo hemafrodit që herë përdorin seksin e majt dhe herë seksin e djathtë, për të dukur herë radikal dhe herë të moderuar, për të dukur herë revolucionar dhe herë perëndimor dhe kështu me radhë. Qartë, zoti Galdini, si duhet të vepronte mendimin tuaj një opozit vizionare dhe një opozit me ide dhe një pikë tjetër ku doja të ndalesh, a është deri diku zoti Rama është ndikuar nga dorëheqja e zotit Meta për të përdorur termin demonstrat? Zoti Rama dhe opozita e bashkuar kanë 1 vit e gjysmë, madje edhe diçka më tepër që nuk bëjnë politik. Mos harroni se ka ndodhur diçka e madhe këto ditë përveç dorëheqjes zotit Meta, sepse dorëheqja e zotit Meta është më e parëndësishme. Besoni në këtë që ju them. Është vetëm një nga konsekuencat. Të tjera do vi më pas, dhe këtë ju a them bazuar në dijenin time. Diçka tillë tha dhe zoti Prifti, bazuar në dijenin time, bazuar në kuptueshmërinë time, po bazuar edhe në atë që mendja ime politike, e cila flet në disa gjuhë të ndryshme, arrin të kuptoj. Po çfarë vleri do të kishte kur ju t'i thoshit momentin që ndodh në jam ndodhi? Ka ndodhur një gjë më e rëndësishme, është djegur lodra, djegur flet te votimit. Kjo është gjë më e rëndësishme. Ka ndodhur pikërisht gjëja më e rëndësishme e mundshme. Janë djegur flet te votimit. Zoti Rama është djegur lodra. Tani do e shohim sa bën politik. Zoti Berisha sapo ju doj lodra tjetër. Do me thënë zoti Meta. Tani do e shohim sa do të bëj politik. Nëse vini re, zoti Berisha ka 3 ditë që bën balet në akull. Por mosha që ai ka nuk është se i premton të jetë shumë i suksesshëm baleti në akull, madje edhe nuk i këshillohet baleti në akull për moshën që ka dhe për vitet e shumta në politikë. Ka ardhur koha për vendimet mëdha politike. Ka ardhur koha për aktet pastra politike.
asnjëri nuk duhet gjej lodrën e radhës dhe demonstratën e radhës për të fshehur pas gishtit, sepse gjua që do të përdorte Rama për qytetarët do të ishte gjua jo e tribunit dhe jo e tribunës dhe foltores ku ai del aty përballë disa qindra mira militantëve socialistë, që ai quhen qytetarë shqiptarë që në fakt janë, por ata janë hallexhin, të cilët antarësimin Partinë Socialiste dhe drejtësia e antarësimit Partinë Socialiste dhe pakënaqësia ndaj qeverisjes demokratike i bën që të shkojnë atje. Nga se ata shpresën e vetme e kanë tek angazhimi që kanë tek Partia Socialiste. Se mënyra se funksionon politika këtu është që antarët e një partie besojnë tek partia e tyre, nga se ata shpresojnë që ditën që partia e tyre do vinë pushtet ato gjejnë punë. Pyetja që kam për ju është kjo, duke qenë se e nisëm këtë argument. Jo, në fakt, çfarë do të ndodhi nëse Rama? Zoti Galdini, jo, është pyetje për publikun dhe faktikisht është retorike. Çfarë do të ndodhi me këtë demonstrat? Pas kësaj demonstrate nëse zoti Rama merr pushtetin. Do të arrijmë ne ta përballojmë hordhinë e ardhshme e cila do të pushtojë zyrat e administratës publike shqiptare? Mundet zoti Rama ta marr pushtetin pas kësaj demonstrate? Nëse, jo, unë dyshoj fort që zoti Rama do ta marrë pushtetin, madje unë jam nga të atë njerëz që ndoshta jam politikani më i parëndësishëm, më i papërfillshëm, por kam përshtypjen që do jem pengesa më e madhe zoti Rama që ai të bëhet kryeminist në Shqipëri, sepse unë nuk besoj tek zoti Rama. Ndërkohë që besoni se zoti Rama do të marrë pushtetin. Jo, unë bëra një rast hipotetik nëse do të ndodhte. Vetëm imagjinoni pak çfarë do të ndodhte. Nëse një pushtet vjen nga demonstrata, çfarë hordhie do të shkojë në administratën publike? Janë fatkeq, janë hallexhia, njerëz pa punë. Por gjua që do të përdorë një opozit nuk është gjua e urrëties, nuk është gjua e ngasjes së pakënaqësive, nuk është gjua e shëmtisë realitetit dhe përballet me shëmtinë e realitetit. Përkundrazi, një politikan do të jap shpresë duke dhënë alternativa. Gjua që do të përdorë opozita sot dhe shumë e thjeshtë për ta rrëzuar këtë qeveri sot. Do të ishte gjua që do të tregonte qytetarëve shqiptar cila është zgjidhja, cilat janë alternativat, në ç'mënyrë do të zgjidhet sot i gjithë ky le të themi zullumi i madh i abuzimit me shtetin, me pronat, me institucionet arbitrare, me feudalizimin e zyrave të shtetit ku bëhen muhabete vëllezërish dhe miq, e kështu me radhë, tek papunësia, tek çështjet e sigurisë, tek çështjet e shëndetësisë dhe kështu me radhë. Për secilin ato çështje duhet të ketë alternativë dhe komunikim që qytetarit ta kuptojë dhe qytetarit ta ndjejë që është realisht për të shërbyer atij. Po deri më sot qytetarit jepen parulla, i tregohet se ky është realiteti i shëmtuar, për cilin sa po fola dhe unë, por kur alternativë thjesht tregohet që alternativa vetëm është të rrëzojmë Tiranin se ne do e shlirojmë çështjen, të rrëzojmë atë që mbylli kutit dhe volli votat dhe kështu me radhë, sepse ky është burimi i çdo të keqeje. Po cili je ti zotri? Nuk vjen nga asgjëja ky zotri. Këta zotrinj që janë rreth e qark këtij, ky grup i opozitës hermafrodite, kush janë këta zotrinj? Nga vijnë këta? Nuk vijnë nga asgjëja? Pra, sa po i bët thirrje dy prej tyre që të bashkohen me ju? Po, në natyrshmëri. Atëherë, në naturalitetin e qendrës së djathtë. Unë po flas për Zoti Galdini, u paragjykuat gjuhën e opozitës, ndërkohë pak më parë deklaruat se lodër fletët dhe lodër meta. Çfarë nuk kupton ky paralelizëm? Nuk kupton që në Shqipëri do të fillojë politika dhe politika bëhet me akte, dhe politika bëhet me ide. Tre janë alternativat që ka sot zoti Berisha. Alternativa e parë është që ta mbyll skandalin apo ato që do vinë më pas, me forcën e pushtetit, me karizmën, e ka dëshmuar diçka me institucionet. Po, por nuk është se është gjë e mirë që tregon që është gjë e mirë që tregon që është lojtar i fortë pushteti, por nuk është gjë e mirë për qytetarët. Por nuk më intereson sa i zoti është Sali Berisha për të mbajtur pushtetin. Zoti Galdini, një alternativë. Mua më intereson sa i zoti është Sali Berisha ta ushtrojë pushtetin në favor të qytetarëve. Kjo është alternativa e parë, por që nuk do ishte e këndshme. Alternativa e dytë është që zoti Berisha në mënyrë të menjëhershme të tejkaloj koalicionin e pamoralshëm dhe jo vleror me LSI-n, madje duke sfiduar dhe deputetët e LSI-s që të vazhdojnë të votojnë për koalicionin qeverisës, por jo duke quajtur më koalicioni integrimi, se deri më sot ky koalicion integrimi ka integruar vetëm një band prej 4 deputetësh të shoqëruar me 20% plaçkitës të administratës. Band kuptimin e grupit apo band kuptimin e bandës? Jo, bëjnë muzikë. E qartë. Band që bëjnë muzikë me shtetin. Band si grup muzikor. Ky grup, kjo lloj harmonie, ky grup muzikor është shumë e pakëndshme. Dhe
më thënë 4 deputet me 20% administrat, kjo dhe partia ujk nuk duhet funksionojë më brenda shtetit. Partia ujk e cila turret me 4 deputet. Dhe si mundet ta bëj kryeministri diçka tillë? Duke krijuar një koalicion që do jetë koalicioni i ripërtëritjes morale në Shqipëri. Dhe duke i shmangur zgjedhjet e parakohshme apo jo? Shanset i ka që po. Po. Unë mendoj se Departamenti Amerikan i Shtetit dhe Bashkimi Evropian tashmë e kanë bërë shumë qartë që kërkojnë që në Shqipëri të ketë një qeverisje të pastër dhe politikë të moralshme. Ka ardhur koha që zoti Berisha ta lërë baletin akull, por të tregoj sa i lirë është, tregoj sa mundësi ka dhe sa shanse ka që fuqinë e tij politike ta përdor për të moralizuar politikën. Ta përdor që të tregoj qoftë partnerëve tanë ndërkombëtar, Departamentit të Shtetit dhe Bashkimit Evropian se ai është në gjendje që t'i jap një shans Shqipërisë. Mos harroni, unë këtë e bëj si thirrje edhe si 20 vjet antar i Partisë Demokratike. Që zoti Berisha t'u japi shans të gjithë atyre njerëzve, të cilët e duan këtë vend të virtytshëm, e duan këtë vend sinqerisht, e duan këtë vend perëndimor, e duan këtë vend të drejtohet nga njerëz të moralshëm, jo nga njerëz që bëjnë biseda vllazërore dhe miqësore në zyrat e shtetit shqiptar, ku ndajnë 7% apo të tjera e tjera e tjera. Unë dua që zoti Berisha, dhe dua të besoj zoti Berisha ka mundësi ta përdor pushtetin e tij për këtë gjë, dhe kam një sfidë për zotin Berisha, por para se të bëj sfidën për zotin Berisha publike, kam alternativën e tretë për të. Alternativa e tretë është që ai të përdor klauzolën kushtetuese që ka bërë bashkë me zotin Rama, që ka kryeministri për të shpërndar parlamentin dhe thras brenda 45 ditëve zgjedhjet parakohshme, por pa LSI-n.